Plasë fabulun Ledio, pasat të tregosh. Plasë fabulun tjetër Ledio. Se së thuash dy fjalë për protestën? Ja, për protestën, ja. Do mi kështi mua në mes të emisionit? Jo në mes. E dion që ti e korrekt e Gjermani për parë. Unë dje i kam dëprer intervistën një gazetar të Njës 24 se më tha në orën 3 futesh në emision. Ja, e ka këtë. Është fiksuar. Më la deri në 3-8 minuta. Po mi tani ti nuk më jemi tolerancë mua. Pash, s'ka vajtë 11, por çka? Po vajtë, lutem. Po një tolerancë, ora një sekond. Jo, dua të të mësoj, se po do që të vi shpesh, dua të të më shumë. Po pra, më jemi tolerancë, që do me thënë kjo, edhe nazist, të lini të jetuja vitë muta më shumë. Jo, ko është gjë aseti që do vlej më shumë në jetë. Që rekore maksimumi i ikim, burash? Dim që rekore. Se Ben Mala i digje, unë e njohë mirë. Lajmi fundit është sa po kaloi ambasadori Amerikan. U konfirmua. U konfirmua? Sa u konfirmua. Generalin e ke në Tiranë. Mos ja fut kot. Të gëzohemi? Lajmi fundit. Të gëzohemi? Po pra, është lajmi fundit. Se mos vinë në nesër, se është festa 250 vjetorit. Tani, profesor, unë kam një pytje. Se të një politik. Po si kur rastësisht, ti binte rruga nga qendra edhe i generalit Amerikan, si që ra ambasadorit BE-s, çfarë ndodh? Aty ku bëhet protesta. Në protest? Kalon rastisht aty. Ne jemi vëndi më Amerikan dashës, në shënjë një për Amerikën, dhe reagimin do ishte pozitiv. Po, dakord, po dhe atit BE-s i ra rruga aty, se Rama tha ka iranian, ka agent greke, ka agent kineze, ruse. Shiko, qas tha? Unë do t'i kërkoja Arjani dhe bëra gabim që nuk e për të mirën e opinionit publik, të futet në arshivën e parlamentit, janar shkurt 96. Dhe futet Sebi, s'ka nevoj, futet Sebi. Dhe të dëgjosh fjalimet e deputetet PD dhe të Sali Berishës për krizën e piramidave. Jo, shqiptarët nuk po kërkojnë lekët, por CIA amerikane, shteti amerikan, lobby grek, duan të çojnë Shqipërinë në luftë civile dhe pasaj të ndajnë dhe një pjesë të Shqipërisë ta marrë Greqia. Po Rama thot njëjtën gjë sot? Po. Me njëjtën gjë. Kush e thot? Deputetet në parlament të PD-s, kur ndodhi kriza në 97-ës. Si e shef profesor? Amerikës, CIA-s, tjetra ishte me George Tenetin. Po qatë tani për Greqinë, pra? Po ja, për këtë rast, do me thënë, gjithmonë këta kur dështojnë, kryojnë armiqt, dhe thonë e kanë fajnë e armiqt. Dhe gjithë një armik, po. Dhe është turqë. Si e sheh, për shembull, në çdo ditë që del në protestë, sheh pankarta I trust SPAK. Çdo me thënë I trust. Unë e besoj SPAK-un. Është i vetmi institucion që e gjen në ndër protestues që mbajnë pankarta dhe kanë besim të prokurorët e SPAK-ut dhe gjykatësit e posaçëm. Si e sheh? Pa tjetër, sepse në gjithë teoritë e zhvillimit, pavarësisht se nga sektorët, se ka dy qasje në makro. Zhvillimi i bazuar të liria, barazia e mundësive, dhe zhvillimi i bazuar të sektorët. Do me thënë, sot për shumë inteligjencë artificiale ka produktivitet 3 herë më të lartë se sektorët e tjerë. Sepse një punonjës inteligjencë artificiale do të thonë 3 punonjës. Problemi është që ne vuajmë nga kolona shtetëformuese, ne vuajmë nga drejta e pronës, ne vuajmë nga drejta e lirisë, ne vuajmë nga mendimi ndryshe që mungon, ne vuajmë në atë që është thelbësore, barazia e mundësive, sepse është nepotizmi, është korupcioni, është kapja e shtetit. Kështu që në këtë aspekt, fokusi të drejtësia është i mirë studiuar, sepse duke përmirësuar drejtësinë, efekti i saj është rrit në gjithë sektorët. Ti mund të investosh në turizëm, po vepron vetëm turizëm. Kështu që besimi që vinë është pozitiv dhe është një vlerësim. Do me thënë, unë besoj që SPAK, me gjithë aty nevështirë që ka, fakti që nuk është thjesht vetëm vetvetja, po është një angazhim ndërkombëtar për mos ta lënë një vend ballkanik të bëhet një Meksik, është diçka që është shumë pozitive. Dhe këtë detyrë ka marrë përsipër SPAK-u, por gjithë trajnimet, gjithë infrastruktura, gjithë logjistika, gjithë informacioni vjen nga shërbimet sekrete dhe vendin kryesor Amerika që në kohën e Biden theksoi lufta kundër korrupsionit, për ne amerikanët, në Amerikë dhe në vendet e tjera është prioritet i sigurisë kombëtare. Nuk është thjesht të shpërbëjmë, rrezikohet siguria kombëtare, sepse krimi merr akses në ekonomi dhe në politikë. Siç ka ndodhur fatikisht. Tani, që të respektojmë që i Beni, se Beni i Gjermani, jo vetëm që mbrinë në kohën e duhur, 5 minuta para. Po edhe ikjen e ka fiks, po i the një orë, po i the 2 orë ri, pret 2 orë, pranon ose jo. Që të respektojmë qizën ata që rekore e kështu tolerancë. Se i nëse shumë që i vetëmi që je ke në këtë vëndë, nuk kam jo një. Kam ikur nga emisionet unë. Je i paparë, Allah të pëvzo. Ore, edhe tani mund t'i i këti, mo.
Shiko. Ti je bërë se je miq të vjetër. Po. Por e di këtë muhabet. Unë inspirohem nga Eleonora Roosevelt, gruaja e presidentit amerikan që thotë. Ç'a ka thënë Eleonora? Asnjëri nuk mund të ndihet i pa respektuar pa pëlqimin e vet. Ç'a perne. E ka thënë dhe këtë? Po. Asnjëri s'mund ndihet i pa respektuar pa Nëse nuk e pranon vet. Eleonor. Kam investuar shumë edhe për formimin politik, përveç atij ekonomik. Po sigurisht. Nuk kam një pyetje për ty. Po. Protesta vazhdon. Më vjen që keq sepse dje dhe sot kam përshtypjen se ishin ul pak numrat, dalloi me sy të Jo, mirë. erdhën me vonesë. E pash Vin kur perëndon dielli. Këtë kuptova. Kjo ishte interesante. E di pra, po edhe dje e pash. Nuk ishin sa... Shiko, Arjan. Një sekundë, për një pyetje ime shko. Se duhet të respektoj orarin unë, se më ikën çerekosh. Cili mendon ti si politikani vjetër që je dhe një dhe skemat, ato që nuk na thuhen? Po. Cili do të ishte gjëja që nëpërmjet kësaj proteste, pavarësisht e madhe e vogël, nëse është rezistent, nëse është konsistente, çfarë mund provonte kjo protestë? Mund provonte disa neomalsore të tjera, si ishte rasti kësaj që u largua, mund të provonte një ndryrje direkt nga agjensitë dhe nga shërbimet e huaja siç ka ndodhur përpara në vendin tonë, që i shkojnë dhe i thonë hap kraun. Po. Dakord? Apo mund të prodhonte një ndryrje direkte të SPAK-ut duke hapur çështje penale për kryeministrin, për Ramsin. Atëre. Cila nga këto tre opsione duket ty më e mundshmja në situatën që jemi? E para një ne do të jemi shumë i njohur sepse protesta është paqësore dhe ktheu krenarin shqiptare. Kishim pranuar të gjithë nga gjithë ne që shqiptarët nuk reagojnë për asgjë. Më mirë braktisin vendin. Bravo, saktë. Është paqësore. Nuk është një model që nuk është eksperimentuar në vendet e tjera. Për mua, nga forma e organizimit pa lider, nga njoftimet në rrjetet sociale, ngjan me pranverën arabe. Pranvera arabe kishte fuqi aq të madhe sa rrëzoi Saddam Husseinin edhe Gaddafin që kishin miliarda. Nuk e rrëzoi pranvera arabe. Pranvera arabe ishte instrument për... Po edhe në këtë rast. Ne këtu nuk dim instrumenti kujt është kjo protestë. Patjetër që ka mbështetje. Dhe për fat të mirë, ka mbështetje për diçka pozitive, për një Shqipëri të re, jo thjesht pa Ramën dhe Berishën, që patjetër ata i ka lënë pas historia, por sidomos për konceptin e një Shqipërie të re. Dhe ata kanë fuqi të rrëzojnë. Dhe po e ndanë mendjen, dhe unë kam thënë që Rama rrëzohet lehtë, sepse qeveria e Ramës është e kalbur, dhe çdo gjë e kalbur bie. Mjafton që duhet ta shtysh. Deri tani nuk ka shenja përveç neomalsores. Jo, ka. Më thuaj, cila është, më thuaj një indikator tjetër? Po pse të doli Spiropali? Doli para protestës. Dhe doli sepse, më fal, me gjithë respektin për Elisën. Doli sepse ai e hoqi për 3-4 muaj. Shiko. Një sekond, s'kishte fajë shkëta. Kisha shqiptare, ishte ofendim ajo. Po vë ministri jashtë të heq pas 4 muaj se më erdhën sa fjalë në vesh sikur ti ke folur jo dhe aq mirë për Ballukun, e zëm, ëh? Po të them. Erioni është bërë më aktiv, pavarësisht ka qenë Braçe, është bërë më aktiv në qëndrimet kritike. Sot vura re një gjë që kishte folur për hipotekat Braçe. Po. E pat atë? Tjetra është Ditmir. Shkoi KLSH-ja i thatë bëja audit dhe KLSH-n të brenda. Ditmir Bushati është zë publik. Petro Koçi u bë publik. Pra, ka një gjë që vlen brenda, po nuk është në masën që bën ndryshimin. Që të jemi sinqert. Tani gjithë shqetësimi duhet çfarë do ndodh pas. Pra ka unë të përmenda 3 opsione. Në 4 që unë se di do ma thuash ti. Një është bjerja nga grupi parlamentar. Jo, nuk ekziston. Kjo nuk ekziston. Jo, prit. Shiko, dy është ndërhyrja e agjensive underground, që ne mos e marrim vesh kurrë. E di pse nuk ekziston e para. Pse? Sepse ka thënë Seneca. Pak janë sklever të vërtet, shumica janë sklever vullnetar. Qarë perle. Dhe në grupin parlamentar është turp për ta që janë aq të papërgjeshëm ndaj vendit tyre sa bëjnë atë që thot Einsteini. Ma përsëri dhe njërë të Senekës? Po, Senekës. Kjo Einsteini është më e bukur. Kjo Senekës është pak sklever janë të vërtet. Shumica janë sklever vullnetar. Dhe ai e ka grupin parlamentar me sklever vullnetar. Dhe ka të shumicë që nuk bie nga grëndjet e brenda, po nga zhvillimet e brendshme. I duhen minimumi 14 deputet që të vjerë, apo 17, se ka dhe 3 të... Po jo më se është bërë, ai ndryshoi kushtetutën dhe ka vënë një rregull. Ti nuk më rrëzon do të mua... Spate qeverin gati. Po spate konkurentin tim. është bërë 2008 më duket. Tani, grupi parlamentar... Iku kjo opcion nuk ekziston. Ja, për këtë opcion na ka ndihmuar dhe Einsteini, që thot,
për njerëzit që tuni kokën si pas muzikës së shefit, u mjafton vetëm një muskull në qafë dhe s'ka nevojë për shtyllë korrizore. Qa perle. Shumë bukur. Pra ky opsion ra. Iko. Opsioni i dytë, ndërhyrja e shërbimeve, e njerëzve të shërbimeve, që vinë në zyrë, ka ndodhur kjo gjë vetëm në Shqipëri, ka ndodhur edhe në Shqipëri dhe në vende të tjera, të botës tretë, vinë dhe i thonë zotëri, e urdhrojnë, nuk i thonë asme, nuk i japin këshilla, duhet të hapësh krahun. Patjetër, kur modeli... Por ata kanë informacione që ky është bërë shumë i kushtueshëm. Kur modeli ekonomik... Shiko, ka një... Ramsi kushton shumë, ka një gjë. Jashmase tani, për disa elita lartë në botë. Ka prishur shumë ekuilibra. Ka një gjë. Shqipëria nuk është vetëm Shqipëria për partnerët tanë strategjik. Shqipëria ka ndikim shtet formues Maqedoni. Është... Të veriut e ke fjalën. Po, të veriut. Ka totalisht Kosovën si shqiptar, që ndikon pozitivisht ose negativisht, varet. Ne ndikonim pozitivisht, Rama hodhin gjyqë Ramushin, se e ofendoj. Qartë. Ka në Maltëzi. Kështu që Shqipëria është i vetmi vend në Ballkan që mund të ndihmojë stabilitetin më shumë se çdo vend tjetër. Kështu që ata nuk e shohin thjesht si territorin ton. Izoluar. Po, në momentin që një model i babzitur, i pushtetit absolut që korrupton në mënyrë absolute, që s'ka nevojë ta i bashkëpunimit tashmë të provuar me paratë e drogës. Bëhet kërcënues për sigurinë kombëtare, ku hidhen miliarda. Pra këtë të dytën, opsioni i dytë që mos ik nga foku. Atë e quaj të mundshme. Është e mundshme. Dhe është i domosdoshëm. Qofse mua do më pyesin diplomatët, nuk ka nevojë të një pjesë e diplomatëve të fshehin kokën. Duhet të flasin qartë. Shkalla e rrezikshmërisë së modelit ekonomik dhe politik i Shqipërisë është kërcënim për stabilitetin. I është thënë kjo diplomatëve në gjuhën e tyre? Ata din të flasin edhe në përreshta. Mare, po opsioni i tretë, ta thash për opsioni i tretë cili ishte. Pra një ishte parlamenti që ti thua jo, bjerje në parlament nuk ka. Kjo e dyta thua është e mundshme. Është e mundshme dhe është e dobishme. E treta cila ishte se unë i them dhe pastaj i haroj vlla. Si se mban më mërë, se të kam thëmë të s'ma ke mëndjen këtu. Varianti tretë... Varianti tretë cili ishte, më bu, që thash. Do të ishte që të imponohen ndryshimet kushtetuese dhe për të bërë një... Jo, si ishte kjo varianti imi tretë. Lek jo që thash se ti i ke mëndjen. Varianti parë ishte kjo që ti ikin nga parlamentin si në mërësorja. Nuk do tha beni. Varianti dytë të venin të veshit, të i thoshin largohu ndryshet e heqim qafe. Jo të heqim qafe. Tani unë egzageroj. I lënë gjithmonë, është si punë e këshillës për macen që... E treta ishte spaku. Ndërhyrja e spaku direkt tani. Ndërhyrja e spakut bashkohet si një opcion plotësues për rastin e dytë. Jam bashkë të oti? Mund të jem bashkë? Po pa tjetër, sepse kur shkohet në tavolin, i thuhet duhet lëvizësh. Kur ai i thot që unë jam më i fortë se ty, i thuhet po është dhe kjo. Dhe duhet të harmonizohen në kohë. Tani bën për të mbyllur emisionin. Po. Në qoftë se nuk ndodh asnjë nga ato tre skenare, ti ke një skenar të katërt? Apo Rama vazhdon deri 2043? Jo, nuk ka. Po më thuaj si bie? Bie do zgjedhjen me Ramsin kryeministër të gjithë rezultate. Do bëhet, shiko. Siç u bën në 2008, se ky ka pardisë thotë 140 deputeti mlodha unë. Jo, as pak. Bile rol më të rëndësishëm në atë moment pati Meta, sekretari i kuvendit. Ka thënë Meta këto, po. Po jo, unë jam... Se unë mendoj që kisha pasur amerikane atë rol. Po. Që i çoj mesazhe të gjithëve. Jo mesazhe. Se kishte as Meta. Jo. I thiri pra. I thiri. Thiri një pjesë madhe të tyre. Ju tregoj dosjen. Pra. Ku kap nga Ledi ajo, su kap ajo. Ja është ajo që thuaj ti ndërkombëtarët. A e bën ata që 140 veta ndryshojnë? Mirë, në rastin e spakut. Jo, tani mund të bëhet i njëjti presion që të bëjnë ndryshimet kushtetuese. Po ti më the që s'ndodhte parlamenti pra. Jo, nuk ndodh nga që t'i dalin kundër Ramës gjërat vogla. Dakor, pra ti kjo opsioni që mund të shkojnë në parlament ti heqin 14 deputet ti. Jo, ti heqin 14 deputet, ta detyrojnë gjithë grupin parlamentar të PS-s të votoj ndryshimet kushtetuese që do bien dakord ata që janë domosdoshme për të prerë pushtetin absolut dhe mandatet e përjetshme. Dhe pas asaj, një minut, kur bie dakord për atë, caktohet dita e zgjedhjeve. Pra, një sekond. Ti po thua që të huajt që duhet të ndryhen për të rregulluar ca gjëra, se ky kushton shumë i gjati, ka kosto shumë të lartë. Ka pas më të fortë se ai dekanikur ama. Në Shqipëri jo. Po ka pas në Rumani. Kryeministri rumun ishte një nga Rumania është 23 milion, më është sa gjithë Ballkani. Jam dakord. E di pse kanë hequr. Tak, vetëm për një tender. Erdhi këtu kur bëri aktiviteti me ne që i dha Luan Brega si një shpat. Sa mandate ai kishte? Pse di, edhe ai ishte bërë si mbret. Kur i dha shpat Luan
brega si dhurat në mes të sallës me gjithë ata investitorë që kishte me vete, ata unë këtë shpata nuk do ta përdor për të prerë kokën kundërshtarëve tim parti. Edhe pas 6 muaj vajtin burg, dhe në burg të ndihmoi dhe Taulandi që ta kalonte lehtë burgun. Cili Tauland? Balla se kishte përfaqësonte të majtën progresiste. Ishte nën kryetar i Internacional Socialiste. Ah, dakor, e kuptova. Edhe vajti dhe në burg tentoi të durisë dhe veten. Nuk i shoh kaq të fortë. Njerëzit që kanë bërë gabime dhe që din shumë mirë, pasi se ulurasin si ai që ka frikë që ecën në pyll, janë të dobët përballë negociatave. Po ndërkohë ky ka administratën Trump që e mbron Malek. Jo, si jam dakord fare. Për një sekondë, i ka marrë peng fëmijës, vëlla. Me Gori Galin e mori peng në një familje, peng në thonjza, dhe i nxori Erzin, i mori Erzin e FBI, dakord, u bën lajm botror. Ai skandali më i madh. Për një sekondë. Këtë ka mor zotri. Ky mua më kujton ky Sagasin, vëlla. Në një familje. Janë mjeshtra këta, po janë mjeshtra më burr. Po i piskët mundesh. Po pra, ata mbas e bëjnë pa qëllim, e kanë si natyrë. Ke parasysh? Ajo është... Nuk e bëjnë me qëllim të keq, po. Ajo është me plan. Thonë si ta bëjnë unë Beni për vete. Tani, ai gjithë protestën... Ki fu Sebin. Beni s'di që kush është Sebi. Bam me merr vesh Beni e marrë vesh gjithë dynjaja. Mos me këna fute. Mos e merr vesh xhanet kush tani. Ku janë futur unë? E këta që janë marrë me drogë. Dhe tani çfarë bëjnë? Këta e detyruar ta mbrojnë Ramën. Njerëzisht nuk i uroj asgjë të keqe, po politikisht është një kufon politike në politikën shqiptare. Sa më shpejt të largohet, aq më mirë është për atë. Ato protesta sikur të shuhen nesër, një gjë për mua nuk do shuhet. I treguan këtij që si çdo gjë në këtë botë ka një datë skadence. Patjetër. Ben Malek, falenderoj jashtëma se kishe me mua sonte këtu. Faleminderit, tregove korrekt. Që se korrekt jam. Tani Ben sigurisht unë nuk të lë ty pa ikur, sepse dua të shohësh një njerëz që ti e ke shumë qef, e quan madje filozof. Ai është. Është kenian i famshëm Seb, të gjithë e njohin. Ai sikur është rritur në librazh, po për ideu. Pse? Po ka të njëjtën teori që ka dhe Taulandi. Korrupsioni nuk quhet kur e bëj unë. E quhet vetëm kur e bëj unë. E di ç'më kujtove? Në Vlorë, se ti ke jetuar në Vlorë, por pse në origjini? Në Vlorë, e di si i quajnë këta njerëzit me ngjyrë të që kanë vajtur nga Afrika që jetojnë atje. E di që emri ju ka vënë vlonjatët. E di ti Seb? Jo. Nuk e di ti Ben? Jo. Jam i zënë me fushatën edhe. I quajnë Bardhi. Quajnë të gjithë o Bardhi. Vlonjatët po ta vun. Nuk ka si vlonjatët e më. Vlonjatët më të bukur e kanë atë zonjën vajzën bukuroshe, që ishte kështu me ngjyrë, po që kishte ata flokët të krehur si që krejnë ata. Edhe një të sheshi flamurit, po kur ishte lartë, jo poshtë, i tha, mo trap me dinamiti ke krehur flokët. Ka morë Vlora.